Një ditë besimtarët e pyetën Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me një pyetje të veçantë, por jashtëzakonisht shumë të rëndësishme. Dhe i thanë: o i dërguari i Allahut, Zoti ynë që ne besojmë, që ne adhurojmë dhe që ne i lutemi atij, është afër në mënyrë që ta lutim dhe të drejtohemi atij me një zë të ulët, apo është larg dhe ne ta thërrasim atë me zë të lartë? Heshti Muhammedi a.s. Mirë po kësaj pyetje e shumë të rëndësishme ju përgjigj Allahu i lartësuar nga mbi 7 qiejt. Dërgon Xhibrilin me një ajet madhështor apo me ajete madhështore të mrekullueshme ku thot: wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Kur robërit e mi të pyesin për mua, pra kur njerëzit, adhuruesit e mi, ata që tashmë e kanë ndarë mendjen dhe kanë filluar dhe kanë nisur një rrugëtim drejt meje, të pyesin për mua, u thuaj, ose më saktë le ta dinë se unë jam afër. I përgjigjem thirrjes së thirrësit kur ai më thret, kur ai më lutet. Prandaj le të më përgjigjen ata mua kur i thras tot Allahu i lartësuar, dhe le të jenë besimtar në mënyrë që të jenë të udhëzuar, në mënyrë që të jenë në rrugë të drejtë. Ky ajet madhështor ka dashur Allahu i lartësuar që të jetë mes ajeteve të agjërimit. Ajetet e agjërimit në surën Bekare janë disa ajete. Mirë po ka dashur Allahu i lartësuar që mes këtyre ajeteve ku Zoti i gjithësisë tregon rëndësinë e agjërimit, rëndësinë e Ramazanit, madhështinë e këtij adhurimi, diçka prej dispozitave, prej lehtësimeve që vijnë si paket nga Allahu i lartësuar, mes këtyre ajeteve orientuese, udhëzuese, Allahu i lartësuar kalon në një çështje tjetër, dhe që është duaja, dhe që është lutja, sepse në mënyrë të pashmangshme robërit e Zotit, adhuruesit e Allahut të lartësuar, kanë nevojat e tyre, kanë dertet e tyre, do t'i luten Allahut të lartësuar, prandaj thot, do të pyesin për mua dhe të pyesin për mua, u thuaj, unë jam afër. Fa inni qarib. Dhe prej emrave të Allahut të lartësuar është El Qarib, është ai që është afër robëve të tij, afër njerëzve. Dhe kuptohet që afërsia e Allahut të lartësuar me robërit e tij nuk është një afërsi fizike, mirë po ka të bëjë me dijen e Allahut, me mbikëqyrjen e Zotit, me kujdesin e Allahut, me përgjigjen që vjen prej Zotit të lartësuar drejt lutjeve të robëve. Në një moment tjetër, përsëri për të përforcuar këtë gjë kaq madhështore që Allahu është afër robëve të tij, një ditë duke qenë i dërguar i Zotit të lartësuar bashkë me një numër të caktuar besimtarësh duke qenë në një udhëtim, i dëgjonte ata se si e lutin Allahun e lartësuar dhe se si e madhronin atë duke bërë tekbire me zë të lartë, duke thënë Allahu Ekber apo duke u lutur me zë të lartë. Dhe përsëri pejgamberi alayhis salam u përforcon këtë detaj kaq të rëndësishëm. Dhe u thotë: o njerëz, mos e lodhni shumë veten, mos harxhoni shumë energji duke çuar zërin lart, dhe duke lutur Allahun lartësuar apo duke përkujtuar atë me një zë të lartë. Pse? Prapë qetësoni, rahatoni, sepse ju nuk i drejtoheni dikujt që nuk dëgjon. As dikujt i cili është shumë larg. Mirë po ju i drejtoheni me lutjet tuaja, me përkujtimin tuaj, atij i cili është shumë afër dhe është dëgjuesi. Atij i cili dëgjon është dëgjuesi dhe është shumë afër me robërit e tij. Për atyre gjërave që ne elhamdulillah Zoti tashmë kemi të qartë dhe e dimë. Dhe për gjërave më madhështore që qetësojnë shpirtrat e njerëzve të plagosur, të njerëzve ndoshta të sprovuar, është pikërisht ky ajet. Dhe madje ky fragment, fe inni qarib, unë thot Allahu jam afër. Dhe ky është premtim, dhe ky është garanci nga Zoti i lartësuar. Është afër adhuruesve të tij, afër çdo muslimani, çdo besimtari, çdo njeriu të mirë, afër gjithkujt i cili i ngre duart e tij drejt Allahut të lartësuar dhe i lutet për kërkesat, për dertet, për hallet që ka. Prandaj është më se normale që në muajin e begat Ramazanit, në këto ditë të rëndësishme, madhështore, të mbushura me shpërblim, me bereqet, me sakrificë, me adhurime, me përkushtim nga adhuruesit
Dhe Allah krahasuar është mëse normale që ne të freskojmë vetë tona dhe t'i themi dy fjalë në lidhje me atë që Muhamedi alayhis salam e ka quajtur më fisnik e adhurimeve. Adhurimi më fisnik që ekziston është duaja. Dhe pse pikërisht është duaja adhurimi më fisnik? Sepse nëpërmjet duas, nëpërmjet lutjes, nëpërmjet një fragmenti, një momenti kur ti vet apo shikon dikë që ka ngritur duart e tij drejt qiellit, drejt Allahut dhe i lutet, atëherë automatikisht në atë pamje, në atë fragment kupton dy gjëra shumë të rëndësishme, shumë madhështore dhe të bukura. E para, se sa nevojtar është robi, se sa të dobët jemi ne, sa shumë nevojë kemi për Allahun lartësuar. Në momentet e caktuara, kjo gjë pra të qenurit nevojtar është një atribut, është një cilësi që na shoqëron për gjatë gjithë jetës, në çdo moment, në çdo çast. Ja ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. O ju njerëz jeni shumë nevojtar për Zotin e gjithësisë. Jeni shumë të dobët, shumë të pafuqishëm përballë sfidave të dunjas, vështirësive të dunjas, hallave, sprovave, angazhimeve, përgjegjësive, amaneteve që kemi mbi supet e tua, je shumë i dobët. Në asnjë moment mos u ndiej i panevojshëm për Zotin e gjithësisë, jo nevojtar për Allahun e madhëruar. Në moment që shikon dikë që i ka çuar duart e tij, i ka ngritur duart e tij drejt qiellit, drejt Allahut të lartësuar, kupton se sa nevojtar është ky njeri. Dhe këtë gjë e pëlqen shumë Allahu i lartësuar. E dyta, shumë e rëndësishme në këtë pamje, në këtë fragment madhështore, është se shikon një njeri i cili ka gjetur derën e dur, ka gjetur portën e dur për të lutur, për të treguar dobësinë e tij, nevojën e tij, hallin e tij. Ka gjetur derën e dur, portën e dur, sepse për ta kuptuar madhështinë e kësaj gjëje, imagjinoje nëse do të shikoje dikë i cili është drejtuar një njeriu, i përulur, i nështruar, i lutet atij njeriu. Imagjino shtohet akoma më shumë doza e, po themi, e shëmtisë të këtij momenti. Nëse e shikon që ky njeri është i vdekur, e shikon që i përgjërohet, i lutet një varri, dikujt i cili ndoshta është tretur aty në varrin e tij dhe kërkon dërman pikërisht nga ky njeri. Shtohet akoma më shumë se sa e keq është kjo pamje dhe se sa e vështirë është dhe çfarë padrejësie i bëhet Allahut të lartësuar në momentin që dikush i përgjerohet, i lutet, i ka shtrirë duart e tij në formën e nevojës apo të përgjerimit drejt një sendi, drejt diçkaje që është krijesë prej krijesave të Allahut, gur, apo mal, apo pem, apo qoftë objekt, kush do qoftë, çfarë do lloj gjëje qoftë. Shikon një njeri të tillë thua sa fatkeq është, sa mëdhimset. Aty e kupton se sa nevojë kemi që të informojmë njerëzit. Aty e kuptojmë se sa nevojtar janë njerëzit për të shkuar dikush i informuar, i ditur, i mëshirshëm, dashamirës dhe ta marrë prej dore dhe ta orientojë në derën e dur, në portën e dur. Kuptoj se ku duhet që të trokasi. Në moment që shikon një besimtar dhe një besimtare që drejtohet Allahut të lartësuar, kupton sa madhështor është ky njeri. Sa i bekuar është ky njeri prej Allahut të lartësuar. Sa i mburuar është me mirësi. Dakor, ai ka halle. Është i sprovuar, dakor. Ai mund të ta shoqëroj këtë pamje, këtë moment duart e ngritura mund të shoqëroj me lot, me dhimbje, me derte. Dakor. Pa është njeri i bekuar nga Allahu i lartësuar. Ka gjetur derën e dur, dhe nëse i gjen derën e dur, portën e dur në jetë, dhe nëse troket, dhe vazhdon dhe troket, ta di që ke të bësh me një Zot i cili është Kerim, është bujar. Siç thot i dërguari i Zotit lartësuar, Allahu i madhruar turpërohet prej robit të tij. Ta shohë atë me duart e ngritura, duke u lutur, duke i përgjëruar, duke i kërkuar me insistim diçka, dhe pastaj Allahu i lartësuar t'ia kthej to duar bosh. Se pranon Allahu. Një njeri fisnik nuk e pranon diçka të tillë. Nëse shkon dhe i kërkon, çdo njeri fisnik, bujar, që e ka mundësinë mbi sipërfaqen e tokës, nuk i kthen to duar bosh. Nuk i refuzon. Allahu do ta bëjë diçka të tillë. Mirë, po kalojmë në një pikë tjetër shumë të rëndësishme. Një përgëzim madhështor që na qartëson tashmë edhe konceptin, edhe çështjen, edhe të tërën, të gjithën. Është hadith i madhështor ku pejgamberi alayhis salam thotë, nuk ka ndonjë musliman, nuk ka ndonjë besimtar, nuk ka ndonjë adhurues Zoti
që i drejtohet Allahut të lartësuar me një lutje të caktuar, me një kërkesë, e cila nuk përbën vetvete gjuna, as prishja të lidhjeve farefisnore. Sa rëndësishme, shikoni madhështinë e fesë tonë. S'mund të kërkosh Allahut të lartësuar të t'japi bereqet dhe sukses në gjuna. Cili është koncepti dhe përkufizimi i gjunahut? Është një vepër, është një akt që ti automatikisht do dëmtosh veten tënde dhe patjetër që do dëmtosh dhe dikë prej njerëzve, prej robëve të Zotit. Atë s'mund të kërkosh Allahut të lartësuar të t'japi sukses dhe bereqet në këtë akt. Prandaj, çdo njeri që i lutet Allahut të lartësuar, i kërkon diçka përderisa nuk është gjuna, nuk është padrejsi, nuk është dhulm dhe nuk është prishje të lidhjeve farefisnore. Shkon madhështia edhe një herë tjetër kësaj feje. Sasi edhe kur të orienton për të lutur, të thot kujdes se mos cënon ndjenjat e farefisit tënd. Kujdes se mos i kërkon Allahut të lartësuar diçka, mirë po ke lënduar dikë prej farefisit tënd. Përderisa i e qet, i ke kërkuar Allahut të lartësuar diçka që nuk përbën gjuna, nuk përbën as prishje, shkëputje të lidhjeve farefisnore, kërkoj Allahut të lartësuar pastaj çfarë të duash. Dhe të jesh i garantuar, thot pejgamberi alayhis salam, se Allahu i lartësuar do t'i përgjigjet në një prej tre formave. O do t'i japi kërkesën, do t'i përgjigjet kërkesës së robit në moment, ose do t'i avonoj në varësi siç e do urtësia e Allahut të lartësuar, siç duhet, jo siç e kërkon robi. Sepse ndonjëherë kërkojmë diçka me ngulë, me këmbgulje, tani e dua o Zot. Mirpo Allahu i lartësuar e di që tani ne nuk na bën dobi. Dhe Zoti i gjithësisë e shtyp për një afat tjetër. Se ne na mëshiron. Wa yad'u al-insanu bi-sharri du'aahu bil-khair. Wa kana al-insanu ajula. E njeriu me këmbgulje, me nxitim e kërkon të keqen ndonjëherë, ashtu siç kërkon të mirën, thot Allahu i lartësuar. Dhe njeriu është i nxituar. Kërkon të keqen ashtu siç kërkon të mirën, dhe sa i nxituar është njeriu. O i jep Allahu i lartësuar, ose i jep atë gjë që i kërkoj në moment, ose ja depoziton, ja rezervon si shpërblim këtë lutje, peshohet, matet. Sa vlen kjo lutje që buroj prej shpirtit, prej zemrës së besimtarit dhe besimtarës. Kaq mirësi dhe më shumë do ta gjesh në botën tjetër. Ose e shpëton Allahu i lartësuar dhe i eviton një sherr, një sprov, një fatkeqësi, një bela që do t'i ndodhe, ja eviton dhe shpëton Allahu i lartësuar në të njëjtën mas të kësaj lutjeje. Në të njëjtën mas të lutjes, aq sa peshon lutja, aq sa rëndësishme është, aq sa sinqert dhe përkushtuar është, o do të vi përgjigja në moment, ose ta depoziton Allahu i lartësuar shpërblim në botën tjetër, ose të eviton dhe të shpëton Allahu i lartësuar nga një sherr, nga një fatkeqësi, nga një sprov, nga një bela në këtë botë. Kur dëgjuan sahabët këtë shpjegim madhështor prej pejgamberit alayhis salam, i thanë: "O i dërguari i Allahut, atëherë le t'i shpeshtojmë, do t'i shpeshtojmë lutjet tona. Do t'i shtojmë ato. Do t'i shpeshtojmë." Thot pejgamberi alayhis salam: "Vazhdoni. Shtoni ato dhe shpeshtoni ato, Allahu është akoma më bujar." Allahu është akoma më bujar. Pra sado që ju të luteni, Allahu do t'ju përgjigjet në këtë formë dhe nuk vjen një moment siç mund të vihet në siklet edhe më i pasur i dunjas. Edhe më fisniku i dunjas. Edhe më bujari mund të vendoset ndonjëherë në një siklet. Thot: "Vlla, kaq ka mundsi. Nuk mundem më." Thot: "Stop." Allahu i lartësuar, pejgamberi alayhis salam çfarë tha? Thot: "Shpeshtoni lutjet tuaja, shtoni ato, Allahu ka akoma më shumë. Është akoma më shumë bujar." Hapi pak vend, pak më përpara. Janë disa veprime që duhet i kuptojmë kështu, duhet i lexojmë direkt në moment, të lexojmë situatën. Në momentin që krijohet një bllokohet hyrja, bëjmë pak më përpara. Zoti nderoft. Dhe ua përforcon i dërguari i Zotit lartësuar këtë koncept madhështor, të gjë madhështore, duke u transmetuar dhe hadithin kutsi prej Allahut të lartësuar, atë që i transmeton dhe prej Zotit gjithësisë: "O adhuruesit e mi, o robrit e mi, o ju njerëz që keni shumë nevojë për Zotin e gjithësisë, o ju njerëz që tashmë e mësuan që Allahun e keni afër, i përgjigjet thirrjes së thirrësit kur ai e thret, sikur i pari prej jush, deri tek i fundit prej jush. Xhinnët dhe njerëzit
të ishin në një vend të vetëm. Dhe secili prej jush t'i lutej Allahut të lartësuar për gjithë shka që dëshironte, listën e kërkesave të tij. Dhe Allahu t'i plotësonte dertet, hallet, kërkesat e tij. Gjithë secilit nuk do t'i paksoj Allahu të lartësuar nga ajo gjë që ai posedon, as aq sa merr gjilpëra kur futet në oqean, kur futet në det. Për ta parafërsuar këtë pamje, këtë gjë madhështore, le të imagjinojmë një njeri i cili është në breg të detit, në anë të detit, dhe me vete në dorën e tij ka një gjilpër. Dhe futet të gjilpërën në ujë dhe nxjerr. Sa ujë do marri? Çfarë raport do ketë ajo gjë që nxori mori në raport me atë gjë që mbeti? Sikur gjithë njerëzit nga Ademi alayhis salam deri tek i fundi që do shkelin në tokën e Zotit. Jo vetëm njerëzit, por edhe xhinët. Në një vend të vetëm, imagjinoje pak këtë meshhed, këtë pamje, këtë moment. Dhe secili t'i kërkonte Zotit dhe t'i shteronte komplet me fjalë energjitë e tij dhe duat e tij dhe lutjet e tij deri sa thoshte s'ka më kërkesë. Dhe Allah t'i përgjigje secilit siç di Zoti i lartësuar dhe përgjigjet. E di se sa do merrej nga ajo që posedon Allahu, e di sa do paksoj, as aq sa merr një gjilpër kur futet në det në oqean. Dakord, kjo është për të përforcuar dhe për treguar se sa bujar është Allahu dhe se sa mundësi ka Allahu dhe Allahu është el-Ghani, i pasur i absolut. Dhe është ai që qëndron afër, është afër robëve të tij me dijen, me mbikëqyrjen, me kujdesin për të përforcuar këtë gjë. Pastaj natyrshëm ti dhe unë do pyes, po pse Allahu pastaj nuk na jep? Po pse Allahu nuk na jep? Këtu përsëri aktivizohet mëshira e Zotit. Nëse Allahu do t'u jepte njerëzve në bazë të kërkesave të tyre, pa një kufi, le beghau fil ardh. Njerëz do bënin shkatërime në tokë. Njerëzit nuk do të menaxhonin dot gjithë to mirësi të Zotit lartësuar. Kjo është e para dhe e dyta, të mos harrojmë se jemi në dunja dhe kemi një ftesë të përjetshme për në botën tjetër. Dhe të mos harrojmë se kërkesat tona duhet jenë në raport me atë që të ofron kjo dunja. Dhe kërkesat tona merren dhe në një farë mënyre shikohen, vlerësohen, filtrohen prej të madhërishmit dhe pastaj i kthehen robit në dobi, në atë gjë që është e dobishme për robin. Prandaj në momentin që ne i kërkojmë Allahut të lartësuar dhe i lutemi Zotit të gjithësisë, o Allah, më jep. Ose o Zot, të kërkoj, ose o Allah, kam nevojë. Kjo është gjëja e parë që duhet të kemi parasysh dhe duhet të kemi të bindur lidhje me këtë gjë. Allahu është afër robëve të tij, adhuruesve të tij, dhe Allahu i përgjigjet gjithë secilit në një prej këtyre tre formave. Nëse është e dobishme, do t'japi Allahu lart, nëse është e dobishme për ti, do t'japi Allahu pikërisht atë gjë që ti ke kërkuar. Në të kundërt, ta jep diçka tjetër më të mirë se ajo që i ke kërkuar, ose minimumi e ke shpërblim në botën tjetër, ose minimumi e ke do të evitohet një fatkeqësi, një sprov, një bela, të pasha Zotin e gjithësisë. Njëra prej këtyre të trijave apo të katërtave është më madhështore se sa tjetra dhe për të gjitha kemi jashtëzakonisht shumë nevojë. Prandaj lutuni, kërkoni Allahut të lartësuar, mos hezitoni, mos u lodhni në çdo moment, duke patur mendimin e mirë për Zotin e gjithësisë. Dhe ti jesh i bindur se Allahu ne ke afër. Po çështja është ne sa afër jemi me Zotin e gjithësisë. Ne shkoni se si kur Allahu i lartësuar tha, unë jam afër i përgjigjem thirrjes së thirrësit kur ai më thret, tani ka dhënë Allahu një kërkesë. Falyastajibu li, le të më përgjigjen ata mua. Wal yu'minu bi, dhe le të qëndrojnë qëndrim dinjitoz në të botë si besimtar. A kërkon prej Allahut, ka dhënë Allahu kërkesat e tij. Ke dhe ti detyrimet e tua dhe përgjegjësitë e tua. Prandaj është hadithi madhështor kur Allahu i lartësuar thotë, ti përzgjidhe se ku duhet jesh në raport me Zotin. Unë do të jem për robin tim siç është ai për mua. Le të mendoj për mua çfarë të dëshiroj. Siç mendon ai për mua. Dhe nëse robi im afrohet një pëllëm drejt meje, do të afrohem drejt tij një krah. Nëse robi im afrohet një krah apo një parakrah, do të afrohem drejt tij një pash. Më shumë, dhe nëse robi ecën drejt meje, thot Allahu i lartësuar, unë do të nxitoj drejt tij. Prandaj ne praktikisht e përcaktojmë se sa afër duam Zotin e gjithësisë. Ai na ka premtuar. Po ne përcaktojmë atë me veprat tona dhe dijeni thot Allahu
se besimi dhe punët e mira janë ato që ju afrojnë tek unë. Nuk ju afron as fëmia, nuk ju afron as pasuria, as pushteti, as diçka tjetër. Dhe dijeni se besimi dhe punët e mira ju afrojnë tek unë, nëse do të jesh sa më afër Allahut të lartësuar, do përzgjedhësh këto të dyja. Besimin, punët e mira mos i ndaj, alternoj, bashkoj dhe ke për ta parë se si do të jesh afër Zotit të gjithësisë. Në veçanti në këtë muaj të begat, në këto ditë dhe në këto net bekuara, ne duhet ta lutim Allahun e lartësuar dhe ta lutim atë sa më shumë, sepse premtimi madhështor i dërguar te Zoti është që agjëruesi ka çdo ditë, çdo natë dua të pranuara nga Allahu i lartësuar. Në veçanti në kohë të veçanta, përgjatë gjithë ditës, përgjatë gjithë natës, po sidomos në momentin e çeljes së iftarit. Momenti ku ti ke kurorzuar atë sakrificën, atë adhurimin, atë kontributin tënd, e ke mbushur ditën me agjërim, me namaz, me Kur'an, me dhikr, je privuar për hir të madhërishmit të Allahut, tani është ai momenti kulminant përpara një gote uji apo përpara një hurme, do ta çelësh, lutë Allahun e lartësuar. Kërkoj për të mirat e kësaj dunjaje, për të mirat e kësaj e botës tjetër, dhe mundësisht nëse e ke mundësinë këtu në shtëpinë e Zotit, sa pamje madhështore është. Të shohësh të rinj, të reja, besimtarët, të gjithë të rreshtuar me ato hurmat përpara, me duar të ngritura, i drejtohen Allahut të lartësuar dhe kërkojnë, sa pamje madhështore është. Kujtoni se Allahu do t'i refuzojë kërkesat dhe lutjet e këtyre njerëzve. Prandaj shfrytëzojmë këto momente. Momenti kur robi është më afër, thot Allahu, thot pejgamberi alsan, me Zotin e gjithësisë. Është në 1/3 e fundit të natës. Ai momenti kulminant, ku është moment ku ti je, shumica e njerëzve janë në gjumë të thellë, pasi kanë bërë dhe plane se çfarë do bëjnë në dunjan e tyre, punët, angazhimet, dikush bën plane për gjunahe. Dikush me zemrën e gjallë ngrihet për gjumit, merr abdest dhe lutet Allahut dhe lutet në 1/3 e fundit të natës, aty ku Allahu i lartësuar është akoma më shumë afër robëve të tij. Në sejdë duhet shumë ta lutim Allahun e lartësuar në atë moment. Dhe nëse duam edhe që të jemi afër Allahut të lartësuar, duhet të kemi edhe një synim dhe një parim në jetën tonë. Siç ka thënë i dërguari i Zotit, njeriu më i dashur tek Allahu dhe më i afërt tek Zoti është ai i cili ka synimin të bëjë robërit e Zotit të afërt tek Allahu. Dhe të bëjë Allahun e lartësuar të dashur dhe të afërt tek njerëzit. Ka një mision besimtari. Këtë të mirë që e shijon vetë, do që t'ua bëjë risk familjarëve të tij. Prandaj nuk rresht të foluri, së ftuari me butësi, me mençuri dhe me urtësi, me argument, me krenari. Thot, baba im, vendin e ken xhami, nëna ime, vendin e ken xhami. E ken me ballin në sejdë, e ken agjërim në namaz, në punë të mira, e ken në xhenet. Vendin duhet e kesh në xhenet, në përjetësi. Të njëjtën gjë e bën me shokun, të njëjtën gjë e bën me vllan, të njëjtën gjë e bën me të njohurin, të njëjtën gjë e bën me rrethin shoqëror. Më i miri i njerëzve, më afër Allahut të lartësuar, thot Muhamedi alayhis salam, është ai i cili ka si synim në përditshmërinë e tij. Allahun ta bëjë të dashur në zemrat e njerëzve. Dhe njerëzit i bëjë të dashur tek Allahu. Si realizohet kjo gjë? Si realizohet? Duke folur për Allahun dhe duke bërë maksimumin e udhëzimin e njerëzve. Duke bërë maksimumin në nxjerrjen e kësaj shoqërie pikërisht nga bataku ku ka rënë. Që lutim Allahun e lartësuar që ne ta bëjë risk këtë mirësi jashtëzakonisht madhështore. Allahu na pranon lutjet tona, kërkesat tona, dertet tona, hallet tona, në veçanti të gjitha atyre njerëzve të cilët janë sprovuar mbi sipërfaqen e tokës, duke filluar nga ata më të sprovuarit që janë privuar nga siguria, nga çështja e riskut, nga shëndeti, nga mirëqenia, nga gjëra të domosdoshme, dhe duke vazhduar pastaj edhe me të gjithë ne, që secili për nesh është më së normale të ketë kërkesat e tij, lutjet e tij, hallet e tij. Luteni Allahun me përkushtim, me sinqeritet, me mendim të mirë tek Zoti i gjithësisë, dhe do ta gjeni Allahun e lartësuar pranë. Allahu na qëndroft pranë. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha al-azim li wa lakum.